Si kjo grope madhe e cila gjendet mes të rrugës apo më saktësisht mes qarkores që lidh Kumanovën me qytetin e Shkupit, por edhe vendbanime tjera këtu përreth, ndërsa siç thash si kjo grop ka shumë të tilla të cilat janë bërë sfidë në vete për gjithë që kalojnë këtë rrugë. Pjesën më të vështirë, hyrja për në qarkoren në pjesën e Stajkovcit, për të cilën tashmë disa herë janë raportuar ankesa të shumta të qytetarëve, punëtorët e rrugëve të Maqedonisë i takuam duke asfaltuar këtë pjesë të qarkores. Sipas ndërmarrjes publike rrugë të Maqedonisë, hyrja për në qarkoren në pjesën e Stajkovcit është në fazën përfundimtare, dhe kjo pjesë do të asfaltohet tërësisht apo rreth 950 metra. Për momentin në pjesën që sanohet rruga, qarkullimi bëhet vetëm në një korsi, ndërsa nga ndërmarrja publike rrugët e Maqedonisë bëjnë thirrje që vozitësit të respektojnë shenjat e komunikacionit, në veçanti në pjesën ku zhvillohen punimet, në këtë pjesë të rrugës. Përderisa kjo pjesë e rrugës dhe gropat që shqetësonin vozitësit janë sanuar, një pjesë tjetër e qarkores vazhdon të jetë me gropa deri në sanimin e tyre. Qarkoria e Shkupit u dëmtua në kohën e vërshimeve të vitit 2016, dhe që atëherë kjo pjesë e rrugës ishte sfidë në vete për vozitësit shkaku i dëmtimit të së njëjtës.